بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفديت لرتسيمت janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, salamet, përshëndetjet më të begatta mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam. Shokëve të tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ne gradualisht po e lam pas këtë muaj të shenjtë. Na kanë ngel ditët e finales, ditët ku shënohen përfundimet, edhe në të cilët ditë dhe net do më shpresohet me qenë nata e Kadrit. E më parafërta është nata e 27. E lusim Allahun që Allah të na ruan shëndetin, takatin, që ti përfundojmë këto net me adhurime dhe lutje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të vazhdojmë me ciklin të cilin e kemi filluar në këtë muaj të Ramazanit, duke folur për karakterin dhe moralin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, më konkretisht në sjelljet e tij të përditshme me kategoritë të caktuara dhe të ndryshme të njerëzve. Kemi përmendur një varg të kategorive. Sot do të flasim për një kategori të rëndësishme të muslimanëve, të shoqërisë muslimanëve, e si sillej Muhamedi alayhi salatu wasalam me këtë palë. Cila është kjo kategori dhe kjo klasë? Është kategoria e atyre që hinin në Islam të ri. Jo të ri nga mosha, po të ri në Islam. Pra sa po ishin hyrë në Islam dhe nuk dinin nga Islami, apo edhe do njëherë zvarriteshin dhe nguronin dhe kushtzonin kushte si sillej me ta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo kategori shpeshherë domodin ne mund mos ta zëm vetëm prej kësaj kategorie, po na shpesh jemi prej kësaj kategorie. Nga se ne lindim nga baba dhe nana musliman, dhe kjo është mirësia e Zotit xhelel xhelaluhu, por kjo nuk na bën neve të vjetër në Islam. Sepse me pas stazh në Islam i bie me pas ilm në Islam, me pas vepra në Islam. E shpeshher ne e gjejmë njerin ndoshta edhe të shtyrë në mosh, para është i ri në Islam. Qysho i ri në Islam? Sa i veç emrin e di që e ka musliman, por nuk din nga feja Allahu xhelalu ala asnjë sen. Apo andaj nesër do të flasim me lein Allahu te bareke ve teala se si sillej Muhamedi alayhi salatu wassalam me njerëzit të cilët sapo kishin hyrë në fe. E normal se njeri kur hyn në fe, shumë dispozita nuk i di, shumë juridike nuk i di, shumë ligje nuk i di. E çfarë ndodh? Atë ndodh që ai më rshit me gabu, e atëherë këtyre njerëzve u tolerohet çka nuk u tolerohet njerëzve që cilat kanë stazh në Islam. Siç do ta shohim me lein Allahut te bareke ve teala. Fillimisht ndëruar vëllezër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte tepër i zellshëm në futjen e njerëzve në Islam. I përvlohej shpirti mbi njerëzit në Islam. Dhe këtë përvlim ja ka regjistruar Allahu xhallahu ala në Kur'an, në disa prej ajeteve. Thot Allahu xhallahu xhelalu në surën Ash-Shu'ara, ajeti 3: "La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin." Thot Allahu xhallahu xhelalu, ti o Muhammed ke me shkatru veten nga dëshira mu bë ata musliman. Dhe kjo argumenton për zellin e madh të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që njerëzit bëhen musliman. Për çfarë arsye? Sepse ai e dinte çka është Islami. Allah e kishte ngarkuar me Islam. Andaj i tha Allahu xhelalu ala, ti do shkatrohesh, çështu siç vazhdosh, ki mu shkatru. Sikur kur një njeri është shumë i flakt me e bani punë bashkë me njerëz, atëherë i shef se njerëzit nuk dojnë me e bë, atëherë ai fillon e mundohet. Gjithashtu thot Allahu xhelalu ala në surën Al-Kahf, ajeti 6: "Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha al-hadithi asafa." Thot Allahu te bareke ve teala, ti o Muhammed, tu i ndjek ata, tu ju shku pas atyne që të bëhen besimtar, keme e shkatru vetën nga mërzia. Asafa është mërzia e cila të lodh, mërzia e cila ti prek nervat. Apo nga se e përdorin arabët edhe asafen për hidhrimin. E i tha Allahu xhelalu ala, mos e merr me kaç, sepse kjo punë është e Zotit. Ti thirr, ti tregoj sa më mirë që mundesh. Mirë po,
a e pranojnë a se pranojnë, është në dorën e Zotit xhelle xhelalu. Mirë, po kjo çka argumenton, thot Imam Ibn Jarir at-Tabari, kjo argumenton se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i zellshëm dhe i flakt dhe përvlohej dhe mërzitej kur dikush nuk e pranonte Islamin. Sikur që u mërzit për axhin e vet Ebu Talibin, se nuk e pranonte fenë Allahut te bareke wa taala. Ato që ka qenë prej asaj se ne ka përmend dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu Allahu xhelle xhelaluhu ka përmend një ajet ku e ka përshkruajt ndjesinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për njerëzit në tërësi. Në surën Tauba, surja 9, ajeti 128, thot Allahu te bareke ve teala: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Juve o ju njerëz, ju ka ardhur një i dërguar nga vetë lloji juaj. Njëri është ai, nga njerëzit që ju e njihni. Azizun alayhi ma anittum. Shumë po munohet dhe shumë po ranohet nga ajo çka juve ju ranon. E çka ka ranu? Është ranu, ka ardhur në koment, është ranu kur s'ka një njerëzit në Islam. I ka ardhur shumë ran. A mu para më duhet zot. Këto njësi shumë pak për njerëzve jetojnë sot. Për shembull, a të munon tyje që dikush të mahall tanë s'fal namaz? A të munon? S'të munon. E kjo argumenton se nuk e kemi shpirtin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. A të munon tyje kur dikush sa xhoron? Ai duhet me agjërue. Duhet me na munu kjo. Tha Allahu xhelalu ala: "Azizun alayhi ma anittum." Çka ju munon juve? Megjithëse njëri se munon kjo punë këtë dunja, po e munon në ahiret. E Muhamedi alayhi salatu wasalam mërzitej. Thot Allahu xhelalu ala: "Harisun aleikum." U adon khairin juve, u adon të mirën juve. Pra ja u don njerëzve khairin. Sallallahu alaihi wasallam: "Bil mu'minina raufur rahim." E mos flasim me besimtarët. Thot Allahu xhelalu ala: "Me besimtarët është shumë i butë edhe i mëshirshëm." Ky ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E Muhamedi alayhi salatu wasalam kur e ka përshkruajt rolin e vet me muslimant dhe njerëzit në tërësi se si ka dëshirë me him fenë e Zotit xhelle xhelaluhu, e ka përshkruajt vetveten me një shembull që ta kuptojnë amalet. Nëse do dikush sa e ka dashur që njerëzit hinë në fe, dëgjoni këtë shembull që ka nxjerrë Imam Muslimi në Sahihun e tij. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Shembulli im me shembullin e njerëzve, shikoj njerëzve, është sikur shembullin e njerit e ka kall do zjarm. E ka kall do zjarm. Ka thënë dietarët, zjarmi këtë kontekstin e xhenemi i Zotit. Mirë, po pejgamberi sa don me shembullie, nga se në shembullim nuk është për qëllim me qenë kreta pjesët e ligjëratës të sakta. Nuk ka mundësi më mor. Kjo dunja pse e ka zjarmin për mundze. Allahu nuk e ka kall zjarmin për mundze. Por sa ta e kuptue. Thotë sikur shembullin e njerit e ka kall një zjarm. Apo edhe kur ka nisë me ndriçu ky zjarmi, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, vin fluturat, edhe karkalecat, edhe lloj të fluturakeve, sillën ka zjarri, mu fut në ta. Keni pa kur ka zjarr? Vin miza, flutura, ato e shohin dritën, se shohin zjarrin. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dojnë me hin ta. E ky njeri, e që në këtë rast është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, munohet mi largu. Apo munohet mi largu. E miza i sillet ka ana tjetër. Ka ndonjë dietar sillet pin epsh veç futën zjarr. Ti i thu largo kënena, largojo prej kësaj dere, ai shkon derën tjetër. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Wa yaghlibnahu fayaqtahimna fiha." E muin këtë njeri e hin zjarr. Ai suninal njeri mizat, a ke bakur pikën mizat? Jo 10 miza, një miz. A ju ka ndodh? Një miz mi u sillna për mure. Se suneze, kështu ka kriju Allahu makhlukate. Thot pejgamberi sa, nefsët e njerëzve me mua çështo janë. Unë ju largoj, ju vini te zjarmi. Thot pejgamberi alayhis salam, unë i kapi ato, ama më hikin. Bi hujazikum. Ka thonë ju kapi për rripi. Apo arabët e kanë përdor kur ta kapsh dikan për rripi, s'nt hik, se e ke kap mes. Për shembull, se e kap këtu, e hek mishin edhe largohet, apo. Nëse e kap për kame, largohet. Nëse e kap mes për rripi, s'ka ku hik. Thotë më sam, unë ju kapi juve për rripi, mos hinin zjarr. Megjithatë njëri hin zjarr. Allahu na ruaj pi zjarrit e xhenemit ya rabbul alamin. Andaj ky ka qenë shembulli që e ka sjell vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për veten e vet,
sa shumë ka dëshiru që njerëzit të hinë në islam. E që ne duhet të kemi shembull Muhammedin s.a.s. në dashnin ton që njerëzit hinë në islam, në dashnin ton që njerëzit falin namaz, në dashnin ton që njerëzit agjërojnë, në dashnin ton që njerëzit japin zeqat, në dashnin ton që njerëzit mos t'i bojnë haram Allahu xhelal. Jo të gëzohemi, jo të zbavitemi, jo ku të shohmi dëni gabim, dëni vllavit musliman me thonë, "Çe ky, e kum ditun e kështu me radhë. Çka ke ditë ti? Dashur Allahu ta ndron venin. Dashur ata nesër e permision e ti vendos vendin e atina, lutë Allahun me ta rujt zemrën, mos u mirë me gabimet e njerëzve." Kështu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prej dhëmshurisë që ka pas për muslimanët dhe njerëzit në tërësi, tregon Abdullah ibn Amr ibn al-Asi radhiyallahu an, se një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar fjalën Allahu xhallahu ala në surën Ibrahim, në duan e Ibrahimit, "Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni." E ka lexuar një ditë për ditëve pejgamberi sa këtë ajet. Këtë ajet çka thot? Është lut Ibrahimi alayhis salam dhe ka thonë, "O Zoti jam, këto putat, idhujt, paganizmi, ati morë njerëzit me të madhe, janë të bo njerëz pagan me të madhe, shumë janë të deviju në paganizm, në shirk." Ka thonë, "O Allah, ruju muë dhe ata që më kanë ardhë mas, dhe fëmijët e mi mos bëhen pagan." Ka bo dua Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Gjithashtu Isai alayhis salatu wassalam ka bo dua, surën Al-Maida ajetin 118, thotë Isai alayhis salatu wassalam, si ka transmetuar Allahu xhan në Kur'an, "In tu'adhibhum fa innahum ibaduk." Ka thënë Isai alayhis salatu wassalam, "O Allah, nëse i dënon këta njerëz, këto janë robët e tu, unë s'kam çka bëj." Ka thënë, "E nëse jo a fal, atëherë ti ja u fal, se je i fortë, si ja u fal pitutës, edhe je i urtë." Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka çu durt për me realizuar të njëjtën, se çdo pejgamber ka bëu dua. Edhe ka thënë, "Allahumma ummati ummati." O Allah, ummetin tem, ummetin tem. Në komente se ka thonë, "Ruma, mos ma devijo, mbushe, shtoje." Apo, dhe ka fillu me qajt. Atëherë, thot pejgamberi s.a.s. duke transmetuar Abdullah ibn Amri, se i ka ardhë Gjibraili. Ja ka dërguar Allahu gjatë Gjibrailin te Muhamedi s.a.s. dhe ka thonë, "Shko vete." Allah je di. Ka thonë, "Shko vete pësa tu kajt." Muhamedi s.a.s. Vete pësa tu kajt. Edhe i ka të reguë Gjibrailit Muhamedi s.a.s. si jam dukajt për umetin tem. Që ka dhe për umetin e vetë. Nuk ka konë egoist, su ka konë njerës i cili e këshirë lëvërdin e vetë, e ka këshirë lëvërdin e krejre. Atër i ka thonë Gjibrailit, Allahu Gjelle Gjelalu, thuj Muhammedit, qëja porosien, adin e kanë zinë imam Muslimi. Ka thonë, thuj, "O Muhammed, inna se nurdhike fi ummetik." Na kena me të knasë në umetin tanë, kena me të abo shumë umetin tanë, kena me të abo miliona, miliarda umetin tanë. Ka thonë, "Wala nesu uke." Dhe s'kena me të ba muni keq në umetin tanë. Shiko dhe zër, ka qajtë, thot Ibn Hajar Asqalani, deri sa Allahu Gjelle Gjelalu e ka qurë Gjibrailin me lekun matë madhë, "Shko vete pëse po kanë." Mësane i ka thonë, "Por umetin, Allah e din." Ka thonë, "Thuj, rira hatë se kena me të knash në umetin tanë." Apo, kjo është zejli Muhammed e Sam. Andaj dhe zër, kjo Muhammed sallallahu aleyhi sallam ka ndru jetë, por thirja e ti ka morë për masat mdoja. Qiko, njës kanë pa loj perandori, loj tirani, loj krijetari, loj sultani. A njef është me dvejtë për shemull tije, sa sultane i ka pas Balkani, ta zhala, sa sultane i ka pas Osmanët, sa sultane i ka pas Amerikanët, sa krijetari i ka pas Rust, sa sultane i ka pas Indianët. Vallaj me shku në Indi me vetë, cili o krijetari i 5 më herët, që ka kaluë, ku ta dibe, thot. Neve me në vetë, cili o kanë kriministër i venit para 50 vjetëve, ku e dibe, thot, nuk e di ju në, këshirë lezoj e dikun. Mirë, me shku ku dush në botë, ku dush në botë me shku. Mi thonë, "Oni Muhammed a e njef", thot, "Po e profeti i muslimanëve." E Allahu Gjellola, këtë nam e shënojnë Kur'an. "Wa rafa'na leke dhikrak", ta kena rrit namin o Muhammed alayhi salatu wassalam. E pse ka rrit namin? Se ki ka dash njerzit, e Allahu edhe qafirin e ka bo njife. Apo e sa prej njerëzve sot majnë konferenca vëllezër, shtetet mloja, perandori, konferenca majnë, zban me shoh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Zban me bo karikatura kur ban do një shtet. Qohën shtetet tjera dhe ka dal. Se bëhen fesad. E mirë, ato i shojnë kryetarët e vet, ministrat e vet, njerëzit e vet. I shojnë krejt,
Mirë po, pse nuk e shohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Sepse Allah ja ka rrit namin. Ja ka rrit namin. Edhe për këtë vëzër, për namin e tij është veni veçantë kur do flasim me Allahu te bareke ve teala. Andaj mërzitej dhe çante derisa një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nin sahabët duke qajt. Edhe tu thon vëllezrit e mi. M'ka marr malli mi pa vëllezrit e mi. Dhe sahabët i kanë thonë ja Rasulullah, po na as jena vllazit e tua që ku jena, pse po kanë? Tha jo, juve ju kam shok. A vëllezrit e mi janë ata që kanë besojnë si ju, që kanë besoni mu, pa. E lusmin Allahun na boje pitëne. E ta takojnë a Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhenetet e Zotit xhelle xhelalu. Ky njerë, vëllezër, shumë më rëndësi me e njoh këtë njeri, detalet e këtij njeri. A dini sa shkrimet janë bërë, nëse na mundson Allahu xhelalu ala njerë ta mbajmë një varg të prezantojmë çka kanë thonë të tjerë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, qafira komplet, si ka besuar. Çfarë fjalë, vallahi shpesh kur lexoj, më thon ti si çka mëson e mundohesh me mësu për Muhammedin sallallahu si musliman, a di me formulu për këtë fjali? Zdi. Pse? Sepse Allahu xhelalu ala e ka bërë këtë njeri të madh dhe e ka bërë që ta duan dhe ta studiojnë njerëzit. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala surën Al-Anbiya ajeti 107 Allahu te bareke ve teala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. S'të kemi dërguar për tjetër o Muhammed pos mëshirë për këtë botrat. Lutët peshki e hajvani, e lutën melekt, e lutën gjinët, krejt për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Përveç disa ignorantëve për njerëzve, të cilët nuk i kushtojnë rëndësi këtij njeri, dhe tallën disa prej tyre me rrugën e tina, dhe tallën me simbolet e tina, dhe tallën me dispozitat që ai ka bë, dhe tallën dikush me atë se pse ky e ka pas kështu e kështu, apo? Andaj lutë Allahun me ta ruajt zemrën, sepse nëse devijon zemra dashninë e këtina, e humb dashninë e Zotit xhelle xhelalu. Kjo është ajo që na ka përmendur dietarët në këtë kontekst. E si silli ai kur ofronte dikujt islam edhe ishte i ri në islam, për asaj që ka përmendur ligjëratën kur folën për autoritetet e njerëzve, ku pejgamberi i çmonte autoritetet e njerëzve, pejgamberi alayhis salam e dinte se në mesin e njerëzve po të udhzoi filani, udhzohen shumë njerëz. Për këtyre ishin dy njerëz, Amr ibn Hisham, Omar ibn Khattab. Amr ibn Hisham, Abu Jahli, Omar ibn Khattabi, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I ka thënë durt, ka thënë o Allah, nimoje islamin me njërin prej dyve. Cëllën ta dush më shumë? Ndash Amrin, ndash Omerin, ndash Abu Jahlin, ndash Omar ibn Khattabin. Pastaj më vonë ka bëu dua, ka thënë o Allah, Omerin veçanti, se ka pasur shumë arrogant është Abu Jahli. Edhe ka udhëzuar Allahu xhelala Omar ibn Khattabin derisa ka transmetuar Imam Ibn Hishami se çfarë jashtë porukon Omerin islam kundër islamit. Sa që kanë thënë më shpejt e pranon islamin gomari Khattabit se gjali Khattabit. Se Omeri gjali Khattabit. E çfarë arrogant dukan mi paston që ka me hin islam. Ato që kanë thënë arab çiki, jo, më shpejt gomari e pranon se ky. Megjithatë, kjo nis me vra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E ka bosh patën, e ka vënu, ka thonë, ne të vrasin mu, unë pe vrasket, ne të rahaton arabt. Apo, vorse e ka ndalë motra vetë dhe dhëndri vetë. E ka ndalë dhe e ka pranu fejnë Allahu te bareke ve teala. Kemi përmendur historinë e Omar ibn Khattabit dhe përmendën se Abdullah ibn Mesudi ka çmuar hyrjen e Omar Khattabit në islam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, domthon kur ka hidhen i shok në islam, nuk e ka thënë a hinë ti po, e tash shumë intereson mo, nana baba jot ç'a do të bëjnë? Jo. Tregon Abu Huraira, thot, një ditë për ditëve isha ti fol në stejme ishte pagane. Edhe i tha moj non, hin në islam. Besoje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A din që kanë zirë Imam Muslimi. Thot, edhe fillova mi fol, thot edhe po qaj, se gajle e kisha të pranojnë nana ime islamin. Thot, të i fol, ata e përmendëm, arab të janë kanë që kanë fol, gjuhën e ka pas të rëpt. Edhe thot, e ofendoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe unë u mërzita shumë. Nana ime e ofendoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot, kum shku vrapte
Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kom thënë ja Rasulullah, sot i kom fol nanës time për me hin islam, se s'është muslimane. Ka thënë e thira, e i fola, e i tregova për islamin. Thot mirë po, më foli për ty keq ja Rasulullah. O ka fol keq ka gjujt fjalë të rana për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I ka thënë Ebu Huraira, ja Rasulullah, lutë Allahun të ma udhëzojë nanën. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahumma hdi umma Abi Huraira, o Allah udhëzoja nanën Abi Hurairës. Apo thot Ibn Hajar Asqalani, gjithmonë kur lutej kështu, bereqeti më një herë vendosej. Apo nga se e frymëzonte Allahu xhelle fiula. Thot dola, thash sigurisht e rrok doaja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shkova te shtëpia, pak para se mu afrua, thot e msheli derën. Kur miniti thot kom, e ditë se jam të ardhone, thot edhe msheli derën, tha dhe mos gabo me i derisa të tamune. Thot e nita të ula, e nëj hijabin, thot edhe pastaj më tha, o Ebu Huraira, gjallit vet, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se s'ka të adhuruar me merit përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut. Pastaj i ka thënë, domethënë çom te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka pranue feje. Atëra ka shku Ebu Huraira te pejgamberi sallallahu i gëzuar duke fluturuar për gëzimit. Edhe ja ka kallzuar se e ka pranuar nëna vet Islamin, pastaj i ka thënë, ja Rasulullah, lutë Allahun mua edhe nanën teme besimtar gjallë e deri që kanë më ardhur në kiamet na dojnë neve të dyve. Pejgamberi sa më ka thënë, o Allah, habib ubejdeke hadha wa ummuhu ila ibadika almu'minin. Ka thënë, o Allah, bëne këtë robin tanë Ebu Huraira, dhe ka përgdhel të rob, e ka thënë Ubejd, sigur e ka përgdhel, apo sigur kur e përgdhel ti dikan. Ka thënë, bëne këtë dhe nanën e vet të dashur të ketë besimtarët, dhe ta duan, kyti doja ata dhe ata ta duan këtë. Thot Ebu Huraira, skrijon Allahu ndë një musliman, edhe pastaj manin mu emnin, vetëm se duhet me mdasht. Andaj disa prej ulemave kanë thanë, urrejtja ndaj Ebu Hurairës është alamet një fakit e njeri. E ku që urrejnë Ebu Hurairën? Shijat, kejt. Pin fillim deri në fund, e urrejnë shijat me përjashtime shumë të vogla. 80 milion njerëz e urrejnë Ebu Hurairën. Pse? Se këtë transmeton hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadithë që kanë i kallzojna, nisin ka kallzoj Ebu Huraira, e nita Ebu Huraira. Andaj, shiko Allahu xhela e ka bë që ta duan njerëzit Ebi Hurairën. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi Tufail ibn Amri te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe pranoi Islamin, kthit te populli vet, e ata se pranuan njerë Islamin, po ishin popull i madh, për të cilët ishte Ebi Huraira, për të në atëherë erdhi Tufaili dhe i tha, ja Rasulullah, lutu kundër tëne, se i thira s'pe pranojnë. Kështu o njeri, i përmësam nuk menon që ashtu. Apo, na për neve që ka dojna, që ki drejt të në gjenem, se diti, nuk e diti, e din vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Tha lutu kundër tëre, ja Rasulullah, i thira s'po vin. I qoj durt, thanë sahabët, shkoja i popull. I qoj durt për nga mesam, tha, Allahumme hdi dausa, wa ti bihim, o Allahu zoje fisin daus dhe bjemi këtu. Edhe shkoj Tufejli, tha, shkota ashtas të fisi jo. Me 80 shpija musliman ka ardhë. Andaj, nuk të kushton kur gjamë i qurë mi dur, mi thanë, o Allah u zoje. O Allah u zoje. Sa i thua Allah shkatroje. Ne kena mësua Allah shkatroje. O Allah helaj bane. Apo, nuk ka problem mu lutë për dë një zullum qartë madhë. Me që problemi, se ti s'ta bon lukë si di kanë mini herë. O Allah, bane i bret. Me të boti i bret. Andaj lutë Allah u gjela me huzu njerëz. Shko për mësam tha, o Allah u zoj dhe bjemi këtu të uzuar. Gjithashtu, pejgamberi s.a.s. kishte dëshirë që ta pranoi Islamin, qoftë edhe fëmijë, ta pështoje. E ka pas pejgamberi s.a.s. një shërbëtor jehudi. Shërbëtor jehudi. Usmue edhe ka shku me vizitue. Kur ka shku me vizitue, ai baba vetu kanë aty te kryja. Edhe mësam i ka shku te kryja. Edhe i ka thonë, eslim, hin në Islam. Të shahhed, thuje shahadetin. Edhe i ka këshirë babën e vetë, edhe pekëshirë pejgamberin s.a.s. Edhe baba i vetë, çka i tha? Baba vetë ishe jehudi. Mirë për baba vetë, kish hasmëria, apo? Me Muhammedin s.a.s. E popli, nami e kështu më radhë. Atare, e këshirë gjallin e vetë dhe i tha, ngoje,
Ebul Qasim, goja Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe tha shahadetin, edhe vdiq. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke dalë jashtë, falënderimet i takojnë vetëm Allahut që e shpëtoi pizjarit nëpërmjet meje. Fëmijë i vogël. Apo dhe këtu ka shumë dobi vëzë, nuk kemi mundësi mu ndal me secilën prej ngjarjeve. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendëm rastin e Ikrime ibn Abi Jahl. E ka mbru djalin e Abu Jahlit, apo gruaja vet, se atë pranoi Islamin. Edhe kur i kanë thënë Ikrime janë nder, pejgamberi sa më kon shator. E ka haru gjubën pikëzimit. Ta dalë ta qafe që atë pranoi Islamin. Shikoj sa u kon uzu. Ti kur e shaj një njeri që ka në xhami, a gëzohet me thonë elhamdulillah që edhe ky ato në xhami. A thu shka libë me ky. Li po do? Pse ato arki? Ka armën në xhamit Allahu xhelala ti gëzoju. E gëzoju. E shadi kanë, njëri thot, "Hoxha, po, ama do vesh në Ramazan." Po ani dhe vesh në Ramazan. Thuaj o Allah, bjema dhe mas Ramazanit. Apo na çish thojna? Çish i thojna na? Nuk ka vesh punë në Ramazan. Po e dim se nuk ka punë vesh Ramazan. Po ti lutë Allahu xhelala që më ta pruë edhe mas Ramazanit. Shikoj e ka haruar. E ke pa njëri pikëzimit. Ju ka ndodhur sigurisht. Pikëzimit i haron teshat. I haron teshat, apo njerëzit kur morin udhtim për shëtitje me shkuë, e haron pasaportën, pse? Pikëzimi të madh. E përsa nuk gëzoi për kësaj sene. U gëzu se tha Ikrimi janë nder, ka ar musliman ja Rasulullah. E kur e pranoi Adiju me kryqin e madh, edhe bante polemike, përmendëm apo? Edhe kur i tha shahadetin, thot Adiju, i lulzoj ftyra. A ki po? Sepse e ka dash këtë punë. E mirë o vëzër, qka fiton be Muhammed sa kur e pranon të Islamin, edhe dikush Islamin? Qka fiton? Qka fiton kur dikush vjen xhami? Ti qka fiton? Qka fituaj kur gjo? Por dëshira e madhe të pështoj njerëzit të Allahu xhelal. Apo kjo ka qenë prej traditës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadith që ka thënë Imam Hakimi në Mustadrekin e tina nga Huwaytib ibn Abdul Uzza, thot kur e ka qilu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mekën, thot unë ika. Ka menduar që tash kanë luftuar ata me Musa, me kanë luftuar dhe kanë menduar që kanë më ndodh e keqja. Thot edhe tu ik e pash Ebu Dherrin. Ato janë njoftë, dosta janë më herët para Islamit. Edhe Ebu Dherri ka thonë, ku je tu ik? Ka thonë, i shpërndajta e vladët, mos të mëzaje Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Se tamam, banëm lufta, tash mund me ndodh e keqja. Atëri ka thonë, mos u tut more. Ka thonë Muhammedi sallallahu ka siguru njerëzit. Ka thonë çish besi ka sigurua? Ka thonë i ka sigurua. Ka thonë hin shpitane, theri këtë vlat. Hin shpitane, vetëm rrin shpinë herë. Kështu i ka thonë me Musa. Kush hin shpit vetë dhe mshil derën, o i sigurt. Apo përveç disa emrave që i ka përjashtuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëra e ka marr edhe e ka dërguar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thënë Abu Dharri, ka thënë a njëdën njëri më të mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ka thënë jo. Ka thënë njëri që më shumë të ma fjalën? Ka thënë jo. Ma tolerancë se kia, e ditë kanë? Ka thënë jo. Hac ka thënë pranoj tash Islamin. E para të siguroj si pagan. E dyta, hajt ka thënë ti a njëdën njëri, ai ka thënë mjaft më Huwaytib, mjaft më von. Dëni vezveset ka me të a Resul a pejgamber krimo. Shkop pranoje Islamin. Edhe kur ka shkuar e ka thënë shahadetin, edhe ka pranuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të dërguar, edhe pejgamberi sa me fytyrë të qeshur i ka thënë elhamdulillahi alladhi hadaka. Falënderimet i takojnë Allahut që të paska udhëzuar. Apo ana i thonë njëri i udhëzuar. Çfarë do të thonë njëri i udhëzuar? I udhëzuar i cili e zbaton Islamin, e praktikon fen Allahu te bareke ve teala, thot dhe prej të mirës që më bani, thot unë më herët jam kon pasonik. Po lut mas lufte që ndodhen i hupa shumë pare. Thot e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot për me majt ja dha 100 deve. Se ka qenë pak me nam. O kom pak kretar Huwaytib ibn Abdul Uzza. Apo ka thonë majt të 100 deve janë tuat. Jo që i përmë samë, dëmonë e ka blenjër. Jo, po që të aj, pasaj ato 100 deve të shfrydzon në rrugë të Allahu gjelle gjelalu. Ato kjo ka qenë për të ditës pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu pejgamberi aleyhi salatu wassalam e ka pas tradit kër e ka pranuar dikush Islamin, i ka udhëzuar në gjëra të mira dhe të pastra. Tregon Qais ibn Asim, thot se kër e ka pranuar Islamin, i ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, shko
pastroju, ban gusëm, apo na i thëna gusëm, ikhtisal, me mor gusëm. Dhe gjithashtu Thumama ibn Ethal, kur e ka pranuar Islamin, e ka Abu Huraira, se pejgamberi i ka thënë, shko laju, edhe hajde pranoj Islamin. Apo ndërsa dietar kanë thënë vëzë, shumica e dietarëve kanë thënë, është e pëlqyer kush hin Islam me mor gusëm. Disa dietarë kanë thënë është vajib. Me vërtetë se është, nuk është vajib, o mustahab. Çfarë do mustahab? Ka thënë dietarë nga se shkavi jo muslimani, kur in fe, ata s'kan pastërti. Ata kur bojnë marrëdhënie me gratë e veta, s'lahen. Na lami apo morim gusëm. Ata nuk e pastrojnë, shumë prej gjëra që i pastrojnë ana. Për shembull, na e kena një pik urine, Zoti ju nderoft, s'pranohet Islami apo s'pranohet namazi. Andaj pejgamberi s'm ka kavlu pranë një varrit, edhe janë dy veta aty. Ka thënë çto do janë të dënuar mrena. Kjo be gajb, ka thënë janë të dënuar. Ka thënë s'janë të dënuar për diçka, çka ata e kanë zonë të madhe, jo e madhe, ama ata se kanë zonë të madhe. Që është pak fatkeqësi që shohim shumë te muslimanë. Edhe namazlitë njerëz, Zoti na ruaj. I than, ja Rasulullah, për çka janë të dënuar? Tha njëri ka bajt llafët. Pik ti te aj, pik ti te aj. Edhe janë bën njerëzit copa. Ai një çka tha? Valla unë e kum ni vetë të thon për ti çështu. Edhe e merr njëri natë, hiç pa thon. Apo edhe kur ta shifsh, a ki pas ç'i ndodhë? Kjo sihr. Edhe i dyti, ka thon pejgamberi alayhis salam, çki i dyti, atu dënue se nuk urujt pi urinës. Nuk urujt pi urinës. Shikoj vëzë. Don, plot për njerëzve morën këtë punë hajgare. Një pik urin e pa pastruar me vetdije s'pranot namazin. Kujdes, dush mu pastru mirë. Andaj pejgamberi se për shkak se e dinte, e shpeshar ju thonte edhe çfarë? Shko banu sunet. Apo edhe shpeshar pejgamberi se i thonte largoje flokën e kufrit edhe shko banu sunet. Pse vëllazër? Sepse ajo mbledhet pa pastërti e madhe. Dhe muslimani është i pastër. Muslimani i preferohet mbrana 40 ditëve që pastrohet komplet prej çimeve, ti hek thonjt, apo do, ndërsa preferohen xhuma për xhuma. Xhuma, ndërsa deri 40 ditë thotë Enes ibn Malik, e kemi pasur kjo më tepër, domthonë ngjason diku tjetër, apo? Sa kjo vëzër sa është e neglizhuar te mesin muslimanëve. Apo, andaj muslimani duhet të mkoni pastër. Në xhami vëzër pejgamberi sa më ka ndaluar me ardh me të ardh e raket. Apo i ka pa pejgamberi sa do bedeui të ardh në xhami, në xhuma. Edhe i ka thënë pejgamberi sallallahu, por çdo njani që kanë vjen në xhuma duhet mula. Imam Shafiu ka thënë, nuk ka vajib, është mustahab. Pse është mustahab? Ka thënë se kjo vlen për ata njerëz që kanë qenë bedeui. Janë njerëz se janë bë era ju ka ardh, e dini, nxjerr bi xhamie me erë. E pejgamberi ka thënë, lajo se na këtu falmi. Apo, andaj pejgamberi sallallahu kur e pranonte dikush Islamin, i thonte laju, banu sunet, ndonjëherë edhe ndroj teshat. Në kuptimin e se ti tash a e di se i ke marrë pastra apo jo? Andaj këto ka qenë prej preferencave, jo prej obligimeve sa dia ka bëu pejgamberi sallallahu dhe gjithashtu tregon Ebu Malik el-Ashja'i, thot se kur e pranonte dikush Islamin te pejgamberi sallallahu lutej për ta. Edhe i thonte, o Allah, falja, mëshiroje, udhëzoje, jepi shëndet edhe jepi rizq. Thonë të lutë qështu. E mësonte se a i zdi mu lut. Apo zdi mu lut. Andaj muslimanin e ri e mësonte që të lutet me duat e cilat i mësonte Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tegon Beraja nga Bera radiallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë një ditë për ditëve kemi qenë luftë. Të dëgjoj këtë rast shumë është interesant, dhe Abu Huraira shpesh e ka kallëzuar këtë rast. Thotë kemi qenë luftë. Erdhi një njeri me prazmore edhe me mbulesë hekurit në krye. Asa arabët kanë luftu, janë mështjell. Ka pasur e plumni i madh dhe kanë mështjell me hekur. Thotë kishte mbuluar fytyrën. Erdhi pika pagant. Edhe i tha ja Rasulullah, më ne ka pranuar për Rasul. U qatilu au uslim, atë luftoj ka ti, a një herë ta pranoj Islamin? Apo ka ardhur pina ta, ka dal ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë atë luftoj ka ti, a një herë ti në Islam? I ka thonë pejgamberi alaihi sallallahu wasallam, hin në Islam mos tani lufto për mua. Shikoj vëllazër, kjo nga përpikshmëria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. S'ka thonë hin se s'kena vat, kada. Se s'ku marrën këtu me mbledh banda. As më fjash për xhenetën ani vëlla. Për xhenet, pa shahadet s'pranohet, pa Islam s'pranohet, pa iman s'pranohet. Hin tani në Islam, pastaj lufto ka une. Pse?
Sepse ti mundesh me luftu ka une, e si e musliman shkon xhenem, për çka luftove ka une? Xhenem na thon, xhenem keton. Tha jo, hin në Islam, pastaj lufto. Thot ka luftu derisa është vrarë çat luftë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, amila qalilan wa ujira kathira. Çi ka punu pak, është përbly shumë. E ka pas emrin Amr ibn Thabit ibn Waqsh. Ebu Huraira shpesh herë i kam ledh xhamatin, xhancat, se prej formave të mësimit cilë pyetja. Na nuk e kena përdor për mos miranue xhamatlit. Sa më vet njëri çka tham dersin e parë, çeve pak dal telefon mos anë vije. Apo për mos miranue. Ebu Huraira dënjari vetë thëke, "Ju veti diçka." Dhe ju ka kallxuni ja, ju veti diçka. Kallxoni për një njeri ka hyrë në xhenet kur balli sejë si ka bëhe për Allah. Ato ka thonë vallahi zor me hyrë në xhenet pa namaz. Ka thonë kallxoni një njeri, unë po ju baj bejnë Allah, se e njëni njeri. E njëni njeri ka hyrë në xhenetin e Zotit kur balli sejë si ka ra. Allahu xhelel xhelalu. Ato ka thonë o Ebu Huraira, si mund të njeri pa u fal? Apo si mund të bëra? Andaj tash ti për shkak se pe ditë që ka me dal puna çish duhet, mi po para mëno ato, ka thonë o Ebu Huraira, kush mundet më kanë isha sfalet? Ka thonë se në xhenet ai ka sfalet. Ka thonë dëshmojnë Allahun. Se një njeri ka në xhenet kur balli si ka bosejze, edhe ka kallzu këtë rast. Ka ardhur njeri Amr ibn Thabit ibn Waqsh, ka thonë ja Rasulullah, at luftoj ata pranoj Islamin. Ka thonë në Islam, ka luftu kur mu falki. Si ka ra mu fal kur? Apo andaj Ebu Huraira ka kallzu këtë rast në luftën e Uhudit, si domthon Allahu kur don me begatu di kanë begaton. E begaton, shiko, kur balli sejse si ka bo. Pastaj Ebu Huraira ka kallzu i vetëm jo çiki. Thon dietarët edhe ai ka një gjallë çetina. Për shembull, ta zona kështu. Ne shpesh themi pa namaz nuk ka xhenet. E do thoj, o gjë është rëngume kjo punë. Është rëngume, lirume, nuk ka ti ski tu vintilla me. Nuk je ti më histori kësaj pune. Ka Allah, ka pejgamber. Apo ti të tu ato në shtëpi çka dush, trengoj liroj s'ka problem. Mirë, nëse njëri hin Islam sot, thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Allah pa ardhur vakti tjetër. Na i kallzojna, shumë e pranon Islamin, ta zojna mas sabajit. I thonë akshire, si të vejnë dreka e ki farz me fal. Vdes para dreke. A i shkon të Allahu xhelal musliman dhe shpesohet me një xhenet. Pse? Si ka mri mundësia mu fal. Mirë njërin hayya ala salat. Edhe e përzim qajin. S'ka mundësi Allah këtë njeri. Si ka mundësi si përgjithë të Allahu xhelal. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë njeri po, tha që ky hin xhenet me pak, ama s'pat mundësi. Ka thënë dietar, sigur kit kish pshtuar pi luftës, atëherë i dash mu fal. Se s'ka sahabë që sa fal. Andaj vëzër, këto janë ato, domthon merremetimet. Këta pse e kallzon vëzër, që mos thoi njëri që hoxha e kallzon një rast pa namaz po ikën xhenet. Jo, kjo nuk vlen për tyje. Nuk vlen për tyje që e nin ezanin, edhe e di e ki xhamien, shkupi vlon pi xhamia, 140 xhamia i ka. Si ka mundësi me pas në arshi vëzër? Muezini na thirr neve, na thirr nemën të Allahu xhelle fiula. Andaj kjo ajo që ka përmendë dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas traditë vëzër kur kanë ardhur fiset te pejgamberi alayhi salatu wasalam me pranue Islamin, ka dërguar mësues. Ka ardhur Ri'li dhe Kuani edhe Usayya nga fisi Banu Lihyan. Edhe kanë pranuar fejen. Edhe mirë po pranojën e kanë pranuar fejen rrënjshëm. Po mësa nuk e ka ditë. Dhe ja kanë vëra o xhallar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë ardhur te mësa mi kanë thënë ja Rasulullah, unë e pranoj fejen, po na duhen o xhallar. Se na larg atje. Bjella tipi do të shokëve të shejki ma dishëm, na e mësojnë neve fejen. Ja ka dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 70 mësuesa. 70 xhallar, 70 dietar. Edhe thotë Abu Huraira, thotë Anas ibn Malik, i kemi quajt al-Qurra, lexuesit e Kur'anit. Lexuesit e Kur'anit, të cilët ditën punojshin e natën lexojshin. Ditën punojshin e natën lexojshin. Pejgamberi u ka dhënë këto. Tash kjo ka ngjarje shumë që ja kanë vrarë, e kemi përmend, nëse na mëson Allahu gjë një herë tjetër. Nëse çdo ngjarje ka këtu detale të shumta. Mirë po neve çka na intereson, gjithmonë kur ka ardhur dikush i ka thënë pejgamberi se ja Rasulullah, na fisi madh, na kabile madh, na duan o xhallar, i ka thënë xhallar. Dhe prej kësaj ka met sunnet te kret halifët e muslimanëve, te ket pushtetet e muslimanëve. Kur e ka pranuar doni vend i ri Islamin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kanë marrë pi sunetit me çu xhallar ta i vend. Me çu xhallar ta i vend me u mësu fejen. Me u mësue
me u mësu fe. Kjo ka qenë prej traditës i pari që e ka bo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë i kujdesshëm që mos t'i bën disa gjëra shkaku që dikush ka i ri në Islam. I ri jo me mosh, i ri sa ka hi në Islam. Tregon Aisha radhiyallahu anha, një ditë për ditëve i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, që ki muri, një pjesë e murit që ka meti jashtë qabës. I ka thonë, a është pjesë e qabës? A është qështu që shpëduket? I ka thonë, po është pjesë e qabës. Ka thonë, po pse nuk e kanë fut në qabë, ja Rasulullah, një pjesë të shtyllës, e kanë nënë si anash. I ka thonë, popli jot, edhe popli vetë është, po i ka thonë popli jot, sepse kur ban gabim dikush, apo, andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka ngrit zanin kundër Omerit, i ka thonë, o biri Khattabit. A kur ka pas muhabet mirë, ka thonë, o Omer. Apo, andaj për shembull lejohet, që ti kur të nervozohesh me dikan, për shembull nervozohesh me gruën tane, që shpesh nervozojna, i thu, o, që ka filanit. Apo se në ja qesë në fajnë, te baba më sanera. A kur dush me lavdru, thu, që ishfar shpijet ma dhe kja ardhë. Apo, jo me kësë përdor, ta, po e kanë përdor Arabët. Apo, kur a djali i mirë, thojnë, kjo a familja jonë, dijet. Kur ban gabim, thot, dajve i kika. Që ka mësi, o dhaj, ajo i mirë, ose është i mirë, nuk o i mirë. Apo, mirë, po këto njërës të i përdori këto, apo, dalavera. Pe jëmë sa nuk i ka përdor për dalavera. Ka thonë, popli jëtë, o jajshe, kër e kanë ndreq qabën, ju kanë hargju parët. Që ka dalë me e baqë shtu. Edhe i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thonë, o jajshe, mos mu kanë popli jot sa kanë hi në Islam. Apo, unë e ndroj këtë punë. Unë e urdhroj me prish, edhe me ndreq edhe një herë tjetër. Apo, që i ka thonë, o jajshe, që ka i te di ti, edhe unë e di, edhe ma mirë se ti e di. Ka thonë, unë edhe muj me e prish. Veç i kishtë thonë Khalid në Velidit, prish, ndreqë ndryshe. Pse se ka bo dhe zërsta? Pse se ka bo, Dejni se ka bo Abdullah ibn Zubairi. Apo, ka thonë Abdullah ibn Zubairi, ka thonë aju, po ka pas loj droje mës të livritin Arab për Islamit, ka thonë asë se kena dronë kërkujna, edhe e ka prish dhe e ka ndreq shtyllat e që shka dash Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Që i ka thonë pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, ka thonë, sikur une mos të kisha dronë, se populli jote i ri, mone me kispreje, i ri në Islam. Ka thonë, e kisha urdhnu mu prish, edhe mu ndrejq për zdyti me dy dyrë, një në lindje, e një përëndim, sikur që e ka bo Ibrahimi a.s. Apo, e pse nuk e ka bo këta dhe zër? Shikoni këtë pjesë, sepse populli jot oj Ajshe është i ri në Islam. Dhe zër, Ibn Hajar al-Asqalani kanë zirë varë mësime shpeksana. Por nësë kena mundësimi përmend, të gjithë nga se kemi edhe disa prej rastë se dëshirojmë ti përmendim. Cila është pekja dhe zër? Kur ti je njeri në Islam, apo, që duhet me bo dhe zër? Që duhet me bo? Ja ka zonë senet kryesore. Apo, jo për mini herë, a sa ka një të zona, sa ka një në Islam, ose edhe i ri në Islam. A ka mundësi e një vetë musliman. Edhe ti dhu, a di vëlla se me vetë në Islam të prej ndorën? O vëlla, ka daleve, ma vonë. A di vëlla ti se janë isti ka dujtë sa dispozita, nuk i ka i dera, vëllë. Vëlla, falu, vëlla. Merë me avdestin njerë. Falu, sa mu falu, leve në të falet njerë. Leve në të falet, në të lutën. Gradualisht kam i mësua i gjërat, apo? Mos u mundo ti me kallxu ti se di diçka më shumë se ai e me jaranue. Apo sepse shikoj pe jam çka tha. Tha o Ajshe, un frigona, thotë Ibn Hajar al-Asqalani, thotë është frigue që mos thojnë arabët e prishi qavën. Derisa të prit me ndrejt për zditi, ato thonë e prishi, dalin pi feje. Për shembull, para më vëzë, merr kështu. Me pati për shembull një xhami, siç gur xhamia jon çka është, apo xhami të vjetra, 5-600 vite. Dhe vendi kush thot kena me e prish. Ai ti se di si për shembull ka projekt për me ndrejt ala më të madhe. E ti çka thu? Çe këto? Këto qafirat janë të prish xhamin. E për mësa tha, unë po tutna se këta së ne kuptojnë këtë punë, se unë jam të dash me vosë Ibrahimi, leje çështu. Ka dek së ne ka bë. Ka dek së ne ka bë. Apo, andaj shikoj vëzë kjo ka ndodhur. Tash mos themi histori. Ibn Kathiri e ka një libër vëzë 20 vëllime. Historie musliman, El Bidaya wal Nihaya, pi fillimi deri në mbarim. Thot Abdullah ibn Zubairi e ka ndrejtë çka e ka dash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka ar Hajjaji. Hajjaj, zullumçarëve të muslimanëve. Ka thënë kush e ka bërë kështu? Ka thënë Abdullah ibn Zubairi. Ka thënë çka ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ka thënë ndryshe.
Këto pse ka prishki? Ka thonë se këta ka dzojnë një hadith për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se pejgamberi ka dash me bë pse ne ka bë. Ky pi natit se ka mori natim në Zubairin, ka thonë prisha kthare që ka lanë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe se ka pranuar që pejgamberi ka thonë me e prish. Edhe me ndërtue ndryshe. Shikoj se kjo punë e ndjeshme. Kjo punë e ndjeshme. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte i kujdesshëm me tritë muslimanëve. Pse? Ku e kupton ai vëllai këtë punë? Ku e kupton? Ali radiallahu an, ka nxjerrë Imam Buhariu në Sahihun e tij. Ka thonë hadithun nasa qadra uqulihim. Folju njerëzve sa kuptojnë. Folju njerëzve sa kuptojnë. Sepse a doni ju që njerëz ta mohojnë Islamin? A doni njerëzit që ta mohojnë Islamin? Ka njëri se bala vëllos, s'ka takat. Por shembull, Allahu xhela edhe krijimtarin ton fizike ka bë këta. Por shembull, fëmia del edhe pi çumsh një herë. Edhe ata çumsh pinane. I vjen Iran ki çumshti tjetër, apo e bën me lloje plura pastaj nëse nuk e merr nanës. Njëri thot, leje vëlla çumshtin. Ama këtu e vladin. E kompreu në një viç. Leje më në viçë se haki. Po thot mish ja i shnetshëm. Po i shnetshëm edhe po për ti. Apo jo për kët. Andaj ka procedura. Dërsa t'ja nisë me angë mishën aj, ka procedura. E janë do gjëra, janë të mira në Islam. O si ja ban lukë, jep i tamëll. Njënë i do qishbet, në ta mësoj, tamëll, qumsht, e të rritet, masane, ja ka zonë disa gjëra. Të cilat duhet me i dit aj. Kjo vëzër është prej, nëse do me ju uzu njerëzit, a nëse do t'i veç me kalëzu që ti po dit i shka, e kem suti një mesejl ata spedin, a dërë po, a dërë mund me po fesat. Mirë po njerëzit e kanë dash fejnë Allahu Gjiluala. Një ditë për ditë dhe vëzër Imam Maliku, një prej 4 muslimane, për imamet muslimane. Po konë imam në gjamin e Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Në gjamin e Muhammedit sallallahu alaihi sallam, imam. Edhe a i ka ditë hadithet. I pari që ka mledh liber për hadithet është Imam Maliku. Edhe do në zanësat vetë e lezojnë do hadithet. Në ato hadithet folët për një cilësi të Zotit të Allahu Gjellegjellu. Mirë po njerës së ne ka për. Apo? Edhe Imam Maliku ka thonë mshele libën. Ata ka thonë hoqë, hadithet për nga me ka thonë mshele se ju banë fit në njerëzve, së një kuptoj. Që ka dhe zë? Andaj Imam Buhariu ka të smetuar në librin e vetë hadithet të cilat i ka tituluar në adres. Nëse djetarë kanë thonë ilmi Buhariu të në adres, në titull. Që ka vënu titull që ajo është ilmi, i tina. E ka vënu një titull, ka thonë ilmi që disave ju kalzohet, disave s'ju kalzohet. Pse? Nga friga se sprovohen. Ka do njerëzi mja u kalzu se egziston një ajet që shtu në Kur'an. Që shtu thot egzistona? Po. Pisot të të në podal. Kujdes. Në të mushet mirë isam, a da i tha për nga mbele alisam, oja ishe, të ri janë populli jotë, se une e kësha ndruhe. Sa kjo brengë madhe e Muhammedi s.a.s. që mos t'i baje këtë gjërat. Apo, mos t'i baje këtë gjërat. Dhe sa nëse të pyjtë dikush ajo diçka tjetër. Konkret, thot. Apo, ka ardhë njëri të pejgamberi s.a.s. Edhe i ka thonë ja Rasulullah, populli jem, ka qenë për popullit të Thaqifit. Edhe i ka thonë ja Rasulullah, populli jem, a mund është mi abo halal zinajnë se së në lajnë ata? Shiko? Nisa nuk tha, të rini ju valla, vazhdoni. Jo, tha harramah Allah, Allah e ka bo haram. Tha ja Rasulullah, populli jem, kejt, parët i ka me kamat. A mund është mi abo liru pak? Jo, tha Allah e ka bo haram. Tha ja Rasulullah, populli jem, shumë e ka me rak-rakijen, a mund është pak me ja ushtije? Tha jo, Allah e ka bo haram. Tha ja Rasulullah, atje të fisi janë Thaqifi, e kena një put madhe, Rabbe, e kena një put madhe, si ju shë keni pas Latin dhe Uzën të Arabët. Apo, ka thona, ka mundësi mës me thi për një 3 vjetë se qohon pesh këto, put, që e ka në dhru, ka mbo sejtë, ka mbo ruku, për të sen, për mësëm ka arme, mirë nuk i këtë gjëra. Ka thona mësëm, jo, ka thona Rasulullah, 2 vjetë, jo, 1 vjetë e le, jo, 6 muj, jo, ka thona ka bubo fesat, ka thona rrira hati. Ta që ju në Khalid ibn Walidin e të mirën të me ta. Ka thonë, apo tu të shtipi popullit tanë po? A ke pranu të islami po? Ka thonë, shkoti ka zoja atyre se Muhamedi s.a.s. ka me ardhë me ushtri. Ka thonë, si të kini takat? Apo, edhe ju ka shku të popullit vetë, ka thonë, këshyre, problem. Kanë me ardhë me e thi. Ka thonë, na luftojna. Ka thonë, shumë fort ishin ata. Apo, ka thonë, shumë fort ishin ata. Atër popullit vetë ka thonë, shko thuj, a i bëhë qarja diqish. Ka thonë po. Edhe ja ka pru për nga mberi sem Khalid ibn Walidin,
edhe Mughira ibn Shu'ba. Edhe kur e ka nis me e thi, ajo kon put i madh, sa xhamia. I madh. E ka nis me thi dhe tu e thi, ato sikur domon janë tërheq, apo se tu thi domon guri, ka mundsi edhe lëndosh. Ato kanë thënë, shkoj ki djali, ka me mit puti. Kur i ka nik këto fjalë Khalidi dhe Mughira, ka me mit puti. Edhe mo, njëri ka thënë, kur të mrin ka funi, i gjen e keqja. Apo njëri thot, Allah që tu anë një vërë rruju. Pikujt më rrujt, Allah. Thot, anë një WC, shkëpat njërës, shkrujt. O gjo, a lejot me shku me një nevojtore, kish shërim. Hasha wa kella. Hasha wa kella. I madhështë Allahu Gjelluara. Me ujtë të nevojtorës. Apo, nuk merë abdes mu falë, me lutë Allahu Gjelluara, thot, ujë nevojtore. Ish në Turkia atje për shtrishin një njeri, thot, vesh atje e shtrin gjenaze, edhe shërohet njeri. Hasha wa kella. Kër e niti Mughira, tha, ku e roke keqja? Tha, kur të hishat e fellë. Khalid tha, hini për fellit. Hini tha për fellit. Edhe e nëzërën, me rraj e nëzërën. Edhe e praptun. Ata thanë, s'na gjeti kur gjo. Shiko? S'na gjeti kur gjo. Pejgamberi se më dhezër, ka do vija, s'ka këtu. Mirë për nëse ka tolerancë, për shemull, ki mundësi mësë mja kalzu që ta. Mësë ja kalzu. Ama dishka shka është, dëmon, primare, është për i të tjirave të para, ata du të mi kalzu, s'ka se nuk ka tolerancë në ta. Gjithashtu, dhezër të regon Gjabiri, radiallahu an, thot se Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, ki munafiku, do të na vjen neve vëllezër një kategori e njerëzve, si është sill pejgamberi me munafikat. Po këtu e kemi për qëllim musliman të ri. Do të vjen te munafika. Tregon Xhabiri, thot një ditë për ditëve, na ardh lajmi se Abdullah ibn Ubej ibn Seluli ka thënë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ku të kthehen aty në Medinë, janë kon rrugë, ka thënë ku të kthehen në Medinë, i madhi e nxjerr të voglin për aty. Ka pas përshëndim, unë i madhi, shkoj e nxjerri Muhammedin sallallahu alajhi wasallam për aty. Thotë edhe kjo i mrini Omerit. Omeri e murvesh tha, Ibn Seluli ka thonë, i madhi e nxjerr të voglin. E i voglin këtë rast ka thasht për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe i ka shku pejgamberi se Omeri ka thonë, ja Rasulullah, am le ta shëroj këtë me shpat. Am le ta shëroj me shpat. Kështu ka në Khattab. S'ki shajban origjinal. Origjinal çështu. Ja Rasulullah ka thonë, a e di çka ka thonë për ty? Ka thonë, am le ta shëroj me shpat. I ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, da'hu, leja Omer. Ka thonë, la yatahaddathu an-nasu anna Muhammeden yaqtulu ashabe. Ka thonë, leje se njerëzit kanë me thonë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam prej, po i vrat shokët e vetë. Qish mi u kalëzun e njerëzit se këta, se kia i ka thonë unë jam musliman? Apo unë jam musliman? Hëtë se ti bindi njerëzit. Pasa njerëzit qka thojnë? Problem vlo me hinë fejnë e këtinve. Por një për ditë vrajnë. Kjo frikë. Qka tha për jënësam? E në transmitim tjetër, me adhë Allah, maz Allah. Me adhë Allah, që ka të më dhëmë? Ne përdojnë, maz Allah. Allahu në rujtë. Allahu në rujtë. Njerëzit me thamë për mu, se pi vrasë shokët e mi, thot Ibn Hajjës Kalani, se ata nuk e dini se kjo është munafik. Qish mi u kalëzune, se na kena mrena vetës munafika. Apo, kështu e ka spërvu Allah, u gjellohala, Muhammed e dhe edhe umetin e tina. Të regon Gjabiri, për një njëri tjetër, kur pejgamberi sallallahu ka qenë në Gjirane, afër, pas e kanë krye Hunejnin, edhe akon të shpërnda plashk lufte. Kanë morë plashk lufte, mas e kanë shriu Mekkën, edhe ka harë një njëri të Muhammedi sallallahu. I kanë thonë dhull Khuwaisira. Apo, edhe të shpërnda, edhe kipe përcjell, edhe pido këtë si zullumqar Muhammedi sallallahu. Shiko dhe zërë, aty a për jënësam i rrethu me njerëzit mëdoj. Edhe i tha pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, ja Muhammedu i'dil, o Muhammed, tha banu i drejt, se tu da drejt, pa ishti da pasurien. E kjo vëzër mi thamë pejgamberit banu i drejt, o e ranë për ta, o shte ranë, se aje ka mësu drejtsin, ajo i drejti. Atër tha pejgamberi aleyhi sallatu sallam, wa i lek, kuku për ty, mjeri ti, wa men ya'dilu idha lam akun a'dilu, kush është i drejt nëse s'jam unë i drejt. Laqad khibta wa khasirta in lam akun a'dilu, tha ti ke me dështu dhe ke mu shkatru nëse unë s'jam i drejt. Unë ja ti ja unë jam i drejt, ja ti ke mu shkatru njëna për dijave. Apo e Omer Khattabi transmetim tjetër Khalid bin Walidi, se këto dy vëzë janë konë asgana, dhe janë konë të boj shumë.
Njerën e kanë kështu pi poshtë e kanë këshirë, e kanë të mloj. Edhe Omer Khattabi ka thonë, da'ni ja Rasulullah, fa aqtula hadha al-munafiq. Ka thonë, ja Rasulullah, lem të vras. Apo, ki po thot ti se si e i drejta? Apo, dhe shko vëzër këtu dhemshurin e sahabeve për pejgamberin s.a.s. Se kanë lanë imami me ju torturue për parasive. Sikur që plot për njëzve kanë. Që ati ju shahat hoxha i thot, shka mi babla dhe ki vla. Ju shahat djetari vet, ju shahat mësusi vet, ju shahat imami vet, a i rri. Dërvish babla. Nëse se mbron imamin, kanë kime mbrojt Allah. Nëse se mbron hoxhën, kanë kime mbrojt. Nëse se mbron Muhammedin s.a.s. kanë kime mbrojt. A dhe i tha për jëmësam, Omeri tha, ne ma muja Rasul. Për jëmësam tha, jo. Se njerëzit kanë me thanë, jam t'i vra shok të vetë. Jo, tha, se njerëzit kanë me thanë, jam t'i vra shok të vetë. Rasti par me Ibn Selulin dhe rasti dit me ketë, qëka argumenton dhe zë? Se pejgamberi s.a.s. do njëherë i ka falë gjaqët e merituara, e ka meritu, mirë po vetëm për hatër të shihretit islamit, të fotografisë të madhe të islamit. Do njëherë dhe zë na du të me ullë kokën për shfarë që të ecë islamit. A dhe disa preditarëve që ka thanë, Kur'an ku të lexojsh, po për shembull kjo ndodh për imamave. Ku të lexojsh Kur'an dhe zot, a dush me kallzu ti çfarë zoni ki, a Kur'ani sa imam? Cëlla janë përcënim. Zoni jam mjet. Zoni është mjet. Qëllimi ku është Kur'ani. Pejgamberi s'e çfarë tha? Zbukuroni Kur'anin me zanat e juve. Lexoni mirë. Po nuk tha që ju t'ja kallzoni zanin njerëzve, Kur'anin t'ja kallzoni, po nëpërmjet zanit. Apo na për shembull ndonjëherë duhet mi bë disa vepra që Islami duket mirë. Ani pse na duket shëmtuar, ne duket Islami mirë, sepse kjo është feja Allahu te bareke ve teala. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma'adallah, mazallah. Jo Allahu na ruaj. Jo nuk e baj. Megjithëse çka i tha? Çka i tha ky njeri? Boj drejt. Boj drejt. Ibn Hajar al-Asqalani vëzë kanë dhënë Imam Nevawi shumë për mësimeve, domthon për mësimet që është më rëndësishme ta përmendim këtu, është se lejohet për imamin e muslimanëve, për të parin e muslimanëve që të toleron në ekzekutime dhe penalti nëse është levërdia e muslimanëve. Nëse është levërdia e muslimanëve. Dhe e pam rastin dje kur pejgamberi s.a.s. ja prunë një shok të vdekt. E kanë gjek në mbuna ardë gjujtën, mëllot që kanë gjek. Të jehudit. E mësëm ka thonë, kush e ka vra? Nësë nuk e dim, të jehudit i vra. Sahabe. Për mësëm, për mësmehi problem të ri me ta, ka thonë, a kini dëshmi të fort, s'kemi. Atëherë ka thonë, thirë e familjartë, 100 deve jo ka thonë, e ka pastru. Pse? Mështije. E se dhe njerët i kushtot, bema mu hakin. O dhe të dhanë ti hakin, shkon islami. Të dhanë ti hakin, shkon islami. Tu postu ti qka mos Facebook, gërditët njerëzve islami. Dhët, a ki pa njërës ka thonë, copa po banë këto, Allah. A ju ka shku me një shpesh, se njerëzit thonë, këto musliman, copa po banë, Allah. Njërë dhët, nuk më intereson mu, njëm të kalzu, Allah, qka e se drejta. Po s'ka med me veshti me kalzu e drejta, Allah. Ka djetar, ka gjallë, kalzojnë qka është e drejta. Po ku është uniteti muslimanve? Ku është që mos t'ja u gërdit me njerëzve islamin? Thot Ibn Qayyim el-Jauziyyi në librin e tij Ighathatul Lahafan, thot kam enamor Allahin hesab në llogari ditën e Kiametit. Pse krishterëve s'ja u kena kallzu islamin çish duhet? Tamam. Apo Ibn Qayyim e ka gajlën, Allah i ka me morë hesab, thot. Pse s'ja u kena kallzu mirë islamin krishterëve? Sa to ngat janë me pranue. Ngat janë me pranu. E vëllezër, na sigur ta kishmi pas gjallë, mi thani Ibn Qayyimin, o Ibn Qayyim, na me problem me muslimanin e kena me vëllë. Na me muslimanit na të gërdit. Prej sharjeve, prej ofendimeve, që njerin ofendon lig, shan lig. Nuk i takon me muslimanit, për mësam, qka i tha Aishës, kur i tha jehudive, vdic. Sa ato i than, u helmofsh, kër i tha, u helmofsh edhe jo. Qka i tha, për mësam, nuk shkom be qështu, o Aishë, po jehudi, s'shkon qështu. Ajo musliman do njëherë. E në nuk i ruajmë gjuhët tona. E lusë për Allahun që Allah t'i ruan gjuhët tona. Nga e liga, e me madhe për kësaj së dhe zërë, që ta ruajmë syretin e islamit, që ta ruajmë pamin e bukur të islamit. Wallahi me e dit njerëzit, sa është e madhe kjo fe, sa e mirë kjo fe, me kryje zhagë zë këshinarë. Apo në njëherë, pengesës se din që ka këtu. Gjeneti zotë i lullah. Nëse njerëz vrapojnë pa kësaj dunjaje, ju do këtë gjenet. Po para më në gjeneti zoti ku ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, sini s'ka pa. Ibn Abbas i ka thonë kur të hinë njerëzit në xhenet, kanë mushtang një herë. Si beson njërë, çka kjo? Si beson.
A ju ka ro juve, sigurisht, kur kemi shku dënjarë dë një vend, por shembull, vendet mira, dikush Stamboll, dikush në Amerikë, mu vetë kanë njoftu njerëz, edhe unë për disa prej vendeve që ai kanë vizituar. Shtangot njëri vëlla. Se ti e rrit për shembull këtu në Ballkan s'ka. Atje ti e sheh një ujvar, do një vend të mirë, do një hotel dhu, e ja, dhe çështu bëhet hizmet apo vëlla. Ja, e ke pa, për shembull ti shkon në hotel, të këshirin si sultan, normal, pagun aty. Po para ngozën në xhenetin Allahu xhelala. Që hiqën raj nuk ka si dunjaja. Po njerëz nuk e dinë. Ata nuk ban na mu pengu njerëz që të hinë xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Ai shka s'do me hin, s'ka problem, dhe lej ata. Ama do një herë dikush e don, o ngat. Mirë po, bëhemi pengesë me veprat e tona. Gjithashtu vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte tradit që kur vinte dikush me pranu fejen, edhe shifte që i ka merak parët, apo i jepte parë, që ta forcoje. Erdhe një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe domthon sigur nguronte me islam, edhe e provokoi. Tha ja Rasulullah, a më jap çdo delet kët. Ato ishin thot Enes ibn Malik sikur kodër, tuf. Tha merri tuat janë. Ja nisi thon la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Shkoni thate Muhamedi se kisu tut ka fukarallokit. Çi ku dikush e ka çështu valla. Apo dush mi dhon pak për me bë. Pi 8 kategorive të zakatit, një për kategorive cila merr me fut në islam. O dhe lejohet mi adhan shkavit do pare, nëse ti të paci atu afrue. Po vllavit tanë musliman mi adhan do pare, mi thonë maj qëto, apo hajde ka gjamija në i ditë. Se drejkën Allah i ketën në thirë bashkë. E i thotë, umit aty i thonë, ani dhe provoj pak dhe njarë që shtu mi thonë. Apo, s'është problem me dalë, me një drejkë, mi adhan një drejkë, mi adhan një darkë, e mi thonë, o dhe thiri e zanja, ka mundësi, na musliman jena. Apo, me përdor metodologji, për nësam, shiko vëzër, 100 dele, 100 deve, meri. Ajtu ngajt, Muhamedi s'po tutut fukarallokit. Nuk ka problem vëzër njerë, mi a gjujt diku qelsat. Ta këthen Allah i vëllaj. Gjuja qelsat e kerit. Vëllaj, s'ki kera po, mere kerit. Ama hajt ka gjami ashme, shkiru merë më gjami mësani. Nuk e diti si me shka ja mërë zemën. Nuk po tham tash njani dhët, a me ja gjujt qelsat. Po tham diku shka i ka rejnët, i ka 3-4 kera, gjuja një se s'bahat kur gjo. Apo 3-4 kera të shpia, po pse ja një vllaj tani musliman, apo s'bahat kur gjo. Andaj pejgamberi sallallahu jepte shumë pare që të hinë njerëzit në islam, qatë shumë ka dhanë, sa që janë në idhnu disa sahabe. Shumë për ju jap këtinve tjerëve na metëm kërkun. Përso ka thonë, kadaleve, se unë ju jap këtinve t'hinë në islam, ju kini hinje. Na, tash, ti njani ja burri fort, ka hinë islam, ka stajsh në islam. Na nuk tutmi për ta. Apo, na nuk unë ashtash në mitëshu, imamin i thonë, ma i hoxha ti të pare se si dije ti livrit. Jo Allah, na duhet i ka në gjerë rrugës me gjitha, i hoxha si livrit edhe hoxha shkoj kitë kjo punë. Apo, edhe pse ka raste pa ja mu xhepin snisaj me kënu hiq. Mirë po, mbaza që shtu që ka po pejgamberi alayhi salatu wassalam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas tradit vëzër, prej mëshirës vetë që e ka pas, tregon edhe Ebu Dherri, por rasti më interesant është me Amr ibn Abesen el-Sulemiun. Thot, Amr ibn Abese kam qenë në gjahiljet një njeri cili se ka dash paganizmin. Pin gjahil se kom dash paganizmin, pin ignorancë. Mirë po thot nuk e dishet cëla e vërteta. Thot Amr ibn Abesadin s'ka zima muslimi, thot sun vi kemi ba sejshdeve putit. Am nuk e dishet qysh i bje tamam. Thot deri sa nita se ka dal një njeri mek, nuk i do puta. Edhe thot o pejgamber. Thot edhe shkova kadale, shkova tinza. Thot i gjeta popullin e vet arrogant ndaj ti, godzimshëm ndaj ti, e ai urujke, u fshehke, ka arë periudën e fsheh të islamit. Thot umbulova kadale, thot edhe i shkova të shtëpia. Tha edhe i thash, çka jeti? Tha më tha, unë jam pejgamber. Tha i thash, çka o pejgamber? Apo, çka o pejgamber? I tha, më ka dërguar Allahu te ju lajmëtar. Çka o pejgamber? Atëri tha, me çka ka dërguar? Mesazhi jot, përmbledhja jot, e cila shiko vëzër pika ja ka nis. Andaj do gjone këtë hadith. Do njëherë ban me janis në ligjerat, e në davet, e në thirje, pini punës shka ma pak me rëndësi se sa një tjetër. Për shkak se kjo ma pak me rëndësi o shumë rëndësishme të ky. Shiko, ma rëndësishme në fejë vëzër të në cila shahadeti. La ilaha illallah
Muhammed Rasulullah, çka më rëndësishme apo mos më adhuru kërkush përveç Allahut. Mi thi putat. Çfarë do qofshin ato? Ndash gurit, ndash abstrakt. Mi mësam nuk e nisi kështu. Tha, çka mesazhi jot? Çka të ka dërguar Allahu? Tha, më ka dërguar mi mbajt lidhjet farefisnore. Një. Pastaj mi thi putat. Pastaj mos më bë Allahut kur gjë shirk. Dietar kanë thonë, merran çish vin? Çish vin merran? Mos më bë Allahut shirk, mi thi putat, me mbajt lidhjet. Pse i tha njerë mi mbajt lidhjet? Se te njerëzit që kjo e madhe. Apo andaj Arabët kur e kanë pranu fejen, që kanë thonë? Ka thonë, si mundet më kanë feja këti e gabume kur thot me mbajt lidhjen farefisnore? Çish mundet? Si mundet më kanë feja gabume kur thot respektoj babën e nanën? Si mundet më kanë kur ki me kusherit është i respektueshëm? Çish mundet më kanë feja gabuar? Andaj pastaj ka thonë, kush ka armas? Ka thonë një rob edhe një lir. Një njeri lir edhe një argat. Thot Amr ibn Abese Es-Sullemi, thot edhe atë dit, thot u kanë Ebu Bekri edhe Bilali. Shok që e kanë pranue fejen të Muhamedi s.a.s. Ata i ka thonë ki inni muttabi'uk, edhe mu njefëm për ndjekësve tu. Edhe mu njefëm për ndjekësve tu. E atër pejgamberi s.a.s. Shiko që ka thonë, kjo dhe mshuria ma dhe Muhamedi s.a.s. I ka thonë, inneke la tastati'u dhalike yawmaka. Ka thonë, shiko, sot ti s'munësh me bëket punë. Sot ti nuk munësh me bëket punë. Ka thonë, a nuk i të më pa unë qëfar gjendje jama? Ti më sheft, ti më sheft jam unë. Ka thonë, a si te pa njërzit që janë gudzim shumë taj meja? Ka thonë, shko të popli jot. A konë pilar ka, periferi. Ka thonë, shko të popli jot. Kur ta nish se ju mba i fort, hajde. Apo, kur ta nish se ju mba i fort, hajde. Thot Amr ibn Abese, kum shkue. Kur ka shku pejgamberi s.a.s. në Medine, kum shkue. Kum shkue të pejgamberi s.a.s. E kur kum shku në Medine, thot, shkojshin njerëzit shpejt me pranu fejen të Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Thot, shkova në Medine dhe i thash, ja Rasulullah, am një muë? Kanë kalu vite. Para më nuk, kanë ardhë disa transmetime që ka ardhë në kohën e parë. Kur ka përmësem ka po davet në shpinë e Arqam ibn al-Arqamit. Apo do më ka shku dikun mas 7-18 vjetëve. Kur ka shku përmësem i ka thonë, ja Rasulullah, am një muë? Ka thonë, po, ti e Amri që më ke takue në Mekë kur jam kontinza. Edhe u gëzu pejgamberi s.a.s. E shikoj se dietar kanë nxjerr pemësime kanë thonë çka, pastaj ka mësu pemësam çish mu fal, çish me mora abdes, këtja ka mësu pejgamberi s.a.s. Për dispozitive që kanë zbrit. Kanë thonë dietar, e para, çka kuptohet këtu? E para. Kanë thonë se pejgamberi s.a.s. megjithëse ka pas nevojë për përkras. Mirë, po nuk u bë, domthon, sigur a erdha po? Jo. Smuj me të nimu vëlla. Ani, je bo musliman, po shko ti të shtëpia jote ja. Se nuk ka mundësi me të nimu. Të kapin, të rrefin këto, s'kam çka të bëj. Janë të mi vrau shok parasive, s'kam çka bëj. Andaj për mësimin që kanë dhënë dietar, me tritë muslimanëve për mësa më koni kujdesshëm. Nëse dikan s'mundesh me siguru, mos i thuj, hajde ti vëlla, hajde. Ku hajde? Ku hajde? A ki takat? Ja jep njerit besën pastaj se marr. Ja jep njerit fjalën pastaj se marr. Nuk ka gjën rregull, apo? Pastaj më thon, andaj mos jep diçka ky pejgamber për vëllau kon. Para më nami paston, po ti atë ka thua vëllai pejgamber po. Po çe po du me nejt me ti unë. Ti ke obligim me majt mua. Se je pejgamber. Jo, shko te shtëpia jote. Shko te shtëpia jote se smuj me të nimu vëlla. Atë sapi musliman duhet më thon, smuj me të nimu vëlla. Ani rri musliman bo, mos shit shumë muskuj, se s'u nimon kërkush. Edhe e dyta që kanë dhënë dietarët, çka kanë thënë? Këtu ka alamet mu'jize, mrekullie pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çka ka thënë? Kur ta nish se kum jo mboj fort. Ka ditë për sa ka mboj fort? E ka kallzu Allahu xhelalu ala. Mësa me ka ditë. Apo ka thënë kur ta nish se bona i fort. Hajde. Kjo çka argumenton? Se e ka ditë se bona i fort. Andaj nuk e ka lënë këta me ne gjendje dobësie derisa i ka thënë, hajde se nin ti kur bona unë i fort. Ka me morë dash këtë dunjaja, e leje mo ju arabët. A dhe kjo është për mrekullive që e kam përmend dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu vëllezër, tani koha na ka mbaruar. Amr ibn Asi, kur e ka pranuar Islamin vëllezër, unë e kallzoj rezimeën, apo ka vakt deri në iftar, çajtorë mshël. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka pranuar Amr ibn Asi Islamin, e dini Amr ibn Asi çka thon vëllezër, o kon dinak. Imagine, gjeniu kon. Andaj ka thonë Arab gjarë për jonë, gjarë për në ka pas. Amr ibn al-As,
familje madhe, El As. Ky masi e kanë hub luftën e Khandekut, luftën e Ahzabit, o kthye te populli vet, tash po shumë detale pe eki. O kthye te populli vet, edhe I ka thënë Qurayshve, atyre që kanë mbet, se kanë vrarë shumë. Ka thënë, s'u pushtimi me këtë. Harpe mujn, harpo na mujn. Ka thënë unë e kam një ide. A shkojmë në Abesini. Shkojmë atje, e kam dostu në atë mbretin. E dini atë rast kur ka shku shpesh më polemizu me mbretin? Amri e ka pas shokat në Gjashiu. Ka dhënë diçka, a shkojmë në te Abisinia, rrim këshirmi seri pi atje. Apo këshirmi, si të fitoje, funit na mujti, shkojmë. Ka dhënë si të humbe, na kthehemi prapë te Arab të dinë se na kanë forë gjithmonë, edhe na kthehet pozita. Edhe kanë ngue. Ka shkuë atje, I ka marrë disa me veti. Edhe kur ka shkuë atje, ka ardhur Amr ibn Umayya ad-Damri. Ha? Kur ka shkuar atje në Gjashiu, ka ardhur një shok I pejgamberit sallallahu alajhi wasallam atje. Mi aprue letrën e pejgamberit sallallahu në Gjashiut. Edhe ky ka thënë për mirujtën e lidhjet me Quraysh, pe vrasën e çket Amrin, që e ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, edhe ju ka thënë Qurayshve që unë ala jam me juve. Edhe ka ardhur me fol me mbretin, edhe I ka thënë mbretit, o mbret, ka thënë çiki njëri që ka ardhur këtu, është hasëm I joni, amlet ta vras. I ka thënë, ta vritësh? Ti ta vritësh delegatin tëm? Mirë për ti Amr. Çfarë të volsu? Atëre ai ka kallzu mesazhin, ka kallzu mesazhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atëre I ka thënë në Gjashiu, o Amr, a e di se ky është pejgamber? A e di kjo se është njësoj si Musa a.s. Ka thonë, a qashtu është ta? Ka thonë, mirë për ty, shko ma shpejt për në Islamin. Atëri ka thonë, që po ta jap ti fjallën, pi këtu, që jam musliman, që ta dish, derisa të mërinë në Medine, të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ka ardhur vrap në Medine. Udhës e ka gjetë Khalid ibn Walidin. E ka gjetë shok e ka posë Khalid ibn Walidin. Edhe tash çish mi kallzu Khalid ibn Walidit se unë po du me shku me pranu fejen. Mi kallzue shokit dosit Khalidit problem. Atëri ka thonë Khalid ibn Walidit ka thonë për ku o Eba Sulejman. Khalid ibn Walidit shtu e ka pas nofkën. Atëri I ka thonë Khalid ibn Walidit ka thonë pasha Allahun laqad istaqama al-mansam, rruga më e qartë. Ka thonë ky njeri o pejgamber. Në gjithë këtë shtymë të luftë s'mujna me vra. Kjo pejgamber ka thonë jam të shku me pranu Islamin. Edhe sa me pritune. Atëri ka thonë, dhe u liru pastaj Amri. Ka thonë edhe unë vallahi jam të shku me pranu Islamin. Edhe kanë shku vrap te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ama këto janë kanë luftën e Uhudit, kur ka të ndru jetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, që ja kanë thirrë dhom përpara, edhe ja kanë shtikë shigjetat në fytyrë, e ka udhëheq çet brigad Khalidi. Këto e dinë thënë, gjuna kena bon, edhe Amri. Atëri kur kanë shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë dashur me ia dhënë bejën që janë bo musliman. Për sa mu ka gëzu, se janë do arë dy të komandanta. Janë do arë ka ky, me vranu Islamin. Atëre Amri, sikur e ka ngrej dorën pak. Edhe I ka thonë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o Amr, ha, jep e besën mo, pse pe tërheq dorën? I ka thonë, ja Rasulullah, gjunat e mija. Shumë gjunat në këmbo, këmë dash me të vra. Shumë gjunat e këmbo. Ka thonë, o Amr, zgate dorën, se Islami I fshin ketë ato që kanë qenë më herët. Zgate dorën, se Islami I fshin ketë ato që kanë qenë më herët dhe janë përqafue. Thot Amri, radiallahu anë, nëse më pyetni mu, si duket Muhamedi sa nuk e di, prej gabimeve që ai ka bë, kursun e kështu shamftir, mbike marrë. Kjo ka qenë prej turpit që ka pas Amr al-Asi. Ki po kur gabon ndaj dikujt në xhum, pastaj tankon sun e këshira ata më. Para më do Muhamedi sa ka dash me vra, ja ka pranuar fejen, ja ka pranuar Islamin, ka thonë ti fshin Allahu gjunat, ka thonë mos më vetë çish duket se nuk e di, sepse nuk e kam pa kur nga marrja e madhe. Kjo ka qenë prej asaj që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëzër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas prej traditës që kur ka ardhur dikush edhe ka kuzuar, e ka pranuar kuzimin. A dhe ka thonë Imam Ahmedi, është I sakt Islami, ma në me dhe zërta.
edhe plot për njerëz që mundohen mu kallzu ma musliman se sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë Imam Ahmedi, që ka transmetuar Imam Ibn Rajebi, nxënësi Ibn Qayyim el-Jauziy Abdulrahman Ibn Rajab el-Hanbali, thot Imam Ahmedi ka thënë, është i sakt Islami me shart. Çfarë do të thonë me shart? Njëri thot kështu: a ban ti në Islam ama këtë dhe këtë së ne baj. Imam Ahmedi ka thonë e saktë. Pastaj ku të hije e ban. Dëgjoni këtë rast. Kanë ardhur disa njerëz te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe i kanë thënë: ja Rasulullah, dojmë pranu fen tane. Mirë, po ka thënë di punë së një bajna. Ka thënë cilat janë ato di punë? Ka thënë këshire: sadaka së njapna, edhe në luftë së ndalna. Sadaka së njapna, edhe në luftë së ndalna. Pëse më ka thënë hini. E tash hini, djetarë kanë thënë, qysh hini? E para se me artë djetarë, sahabët kanë thënë: ja Rasulullah, shive, sadakaja, edhe lufta, rrugë të Allahu gjallë, qysh pa këta? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: se yatasaddaqun wa yujahidun idha aslamu. Edhe sadaka kanë me dhanë, edhe luftë kanë me bë, masi të hinë Islam. Rrejnë, dhe të hinë këta mrejnë në Islam, mësanera. Do gjënë një rast edhe matranë. Ka ardhur që ka transmetuar Imam Ahmedi në Musnedin e tij nga Enes ibn Malik. Ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pejgamberi ka thënë: hin në Islam. Hin në Islam. Ky njeri ka thënë: ejiduni karihan, e urrejm këtë punën. S'du me hin në Islam. E urrej Islamin. I ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: hin në Islam edhe nëse e urrejm. E kjo hadith vëzë janë dalë ulemat me ta. Ka thënë qysh, hin në Islam edhe nëse e urrejm. Domthon hin në Islam edhe se ki vezvese, ki bezdi, ki gërdi, hin se të shnosht Allahu xhelalu ala. Hin munoju, anë ti njëri thot, qysh me 5 vak, hin me nisja. Ta ban Allahu dashur. Apo, për shembull, në Ramazanin, për shembull, njëri më thon, qysh e ninoni me valla tan ditën, 30 ditë. Apo, ti thu, hin me valla, hin nisja, çun sifir, kada dal, ndajher po thash, e ndajher, ama kur ta bash me imana, kur ta bash me dashnia, vallahi me ta dhon, çish e tash test, njëri më të thonë prishe, e shifsha një sondazh e banin, e ki një iPhone i thonte. Prishe. Se prishe dhe ke kur. Apo, dhe kjo është alhamdulillah. Më kanë për namazin kështu me vao. Me arë njëri më thonë sot, hajde për hatur tem, shash po shkojmë shifrat mëloja, 10.000 që ta jap. 10.000 euro. Kjo test imanit o dhe. Po mirë, me të thonë, po t'jap 50.000 euro, del pikriza, hajde dhe më shoj shkelen fukarallokit. Për një ditë, dhe, a kështë e prish? Nëse ki bindje se nuk e prish, për gëzo, se Allahu gjenet ka shlu iman të zemra. Apo, e të e rritë cifrën, ti matë e vetën. Rritë cifrën edhe matë e vetën. Apo, që ka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Hin se mësani drejtohesh. Shiko, hin edhe nëse ki u rrejtje, Islamin. Tjetër njeri, i ka arte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thonë, du me hin Islam ja Rasulullah, ama e kam një kusht. Ka thonë çfarë kushti? Ka thonë une nuk mu i mi falë 5 vak namaz. Ka thonë sa mu në shmi falë? Ka thonë veç 2. Rëzomi 3. Hin ka thonë. Ka të shpëtu Imam Ahmedi. Pse hin o dhe zër? Dhe se ku të ishë më rejna, me rrë se pa 5 nuk ban. Apo, a lejot na mi thonë dikuj që shtu dhe zër? Nëse je hoqë, nëse të na keto gjallar për njën, nëse je hoqë, apo je djetar, apo përis, shikohet gjendja njëri. Ka mundë si mu pranu në Islam, do më thonë, kjo vlem pas shahadetit. Kjo vlen pas shahadeti është shart që së diskutohet asnjëherë. Andaj pejgamberi alayhis salam dhe ka përmendur plot pediatarë si ka përmendur Ibn Rajab, Ibn Hajar al-Asqalani, Sheikhul Islam Ibn Taymiyah se lejohet pranimi i fejes së njeriu nëse kushton diçka prej veprave. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas tradit që kur e ka pranuar dikush fejen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me udhëzue në fe. Por që më ka ardhur dikush që ka pranuar fejen, edhe pejgamberi alaihi salatu wasalam i ka thonë dikujt, mësoje tash vllavin tan, se ky s'di. Allimuhu al-Quran, allimu akhakum al-Quran. Mësojeni tani vllavit tan, vllavit juve Kur'anin. Çfarë argumenton vëzër kjo? Tash raste ka shumë vëzër. Apo andaj kur ka ardhur dikush që ka pranuar fejen, pejgamberi sa më ka thonë, mësoje fejen tash. Ka ardhur njëri, siç ka ardhur nga Umair ibn Wahbi, kur ka ardhur me vrapë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe mëson rasti është i gjatë. Edhe i ka thënë an'im sabahan. Apo, çish do na silloj mirëmëngjesi.
Edhe pejgamberi ka thënë, e ka ndru Allahu, e ka thënë selamu aleikum. Ka thënë ki selam e i ri. Ka thënë mirë mëngjesi. Pejgamberi ka thënë Allah i dhe ka thënë më të mirë se sa kjo. Edhe pastaj e ka pranuar fejen. E kur e ka pranuar fejen, i ka thënë mësoni këtë vllavin e juve. Mësoni këtë vllavin e juve. Kjo ka qenë prej traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka pas traditë që nëse ka ardhur dikush edhe i ka thënë ja Rasulullah, para se më kon musliman, i kom bë do betime. A do të më çon vend? Ka ardhur njëri, i ka thënë pejgamberit sa ja Rasulullah, para se më ardhur në më bë musliman, para ku jam gon shkallë, pagan. Kom bë se kam bë umre. Sa rat kam bë umre tu kon pagan. Ka thënë shka më bë tash si musliman? Ka thënë çojën vend. Ka ardhur tjetri, ka thënë ja Rasulullah, kur ju më kon ignorant, pa besimtar, ka thonë baj shamir, jep që sot ka i një mosha njerëzit. A e gjej unë këta në islam? I ka thonë me mësam, eslem të alama eslef të minë l'kajr, ke hi në islam me kajrin që ka e ke ba ma herët. Kjo shka argumenton dhe zër, se kajrin që ka e ban pa islam, po ban e hi në islam të logarit Allahu Gjellu Ala. Kjo është për vlerave të fesë Allahu të bare kjo e të ala. Kjo dhe zër ka dhe shumë premsimeve, të një koha nuk na premton. Prej raste që e kanë transmetuar dhe me këta e përfundojna, Ebi Rafi'i ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në kohën e marrëveshjes që kanë pas me arabët, me Quraysh, ka ardhur edhe i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e ka pranuar islamin, edhe i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam, s'du mu kthit e populli jam. A ka qenë pjesë e marrëveshjes, nëse vjen dikush pagan, e pranon fejen te ti o Muhammed, ti na e kthen neve ata. Edhe kia ka pranuar fejen Ebu Rafi'i, edhe ka thënë ja Rasulullah, s'du mu kthije. Anjar ka ardhur delegat. Atari ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inni la akhisu bil ahd wala ahbisu al buruda walakin irji' fa in kana fi nafsika alladhi fi nafsika al'an farji'. I ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo, unë besën e maj, edhe unë delegatët nuk i maj, nuk i nali. Domthon unë ambasadori nuk e nali. Ktheu të shtëpia jote, nëse edhe mas i të mirë zhvesh me popullin tanë, e gjen në shpirtin tanë që këtë islam, hajde prap. Shikoj vëzër, kjo besë e madhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur njëri në marrëveshje ka pasur me mësam, po ma kthen, edhe nëse bëhet musliman. Ki ka thonë mos u kthaja Rasulullah, se s'po du mu kthi. Ka thonë po unë e maj me fjalën. Unë e maj fjalën. Shko ktheu. Plus kësaj je ambasador, kanë qenë ambasador. Shko ktheu, zhveshu prej ambasadorët, zhveshu prej të qenit delegat, miru vesh me popullin tan. Hajde pastaj. I ka qenë prej të mirave që pejgamberi sa më ka pas me muslimanët e ri. Kjo vëzë ka dhe shumë raste, por se koha ka mbaruar, lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala na mëson që të sillemi mirë me të rritë muslimanëve, për atyre të cilët hyn fe të ri, lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala na mëson që ta përfaqësojnë islamin ashtu siç ka hije Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe fesë së tina. Lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala ajrimin ton Allahu ta ban qabul. Namazin ton, taravitet ton, lutjet tona Allahu t'i ban qabul, mos ta kthen Allahu xhelalu ala mbrapa. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala na mëson me mbrin natën e qadrit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.